Mulli Xhesha e bukur, një nga kryeveprat më të ndjera të periudhës së romantizmit, vjen për herë të parë në skenën shqiptare. Muzika e kompozitorit Franz Schubert bashkon sërish baritonin Artur Vera dhe pianisten Ertrita Ibrahimi me një koncert vokal instrumental në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Është një emocion i veçantë që sjellim për herë të parë në Shqipëri një vepër si Mulli Xhesha e bukur, e cila është një cikël lidesh të Schubertit, dhe kjo është një nisme jona e Arturit dhe imja. Pasi sollëm në shkurt Winterreise, rrugë dimërore, të njëjtit autor, dhe kjo është vazhdimësia e këtij projekti. Cikli Mulli Xhesha e bukur është një cikël lidesh të cilat tregojnë një histori, pra një cikël këngësh të cilat tregojnë një histori. Dhe ka një karakteristikë shumë të veçantë sepse janë të ndjera. Mulli Xhesha e bukur është një cikël këngësh nga Schuberti i kompozuar në vitin 1823. Koncerti do të vinë në 28 qershor ora 20 në hollin koncertor të Teatrit të Operës dhe Baletit.